Benjamin Sheshko është detyruar të tërhiqet nga grumbullimi kombëtar së Slovenisë pas një dëmtimi në gjurin e madh që pësoi në ndeshjen ndaj Tottenham Hotspurs të shtunën. Sulmuesi do të qëndrojë në qendrën stërvitore të Manchester United, ku do të vazhdojë vlerësimet nga stafi mjekësor i klubit. Megjithatë, raportohet se dëmtimi nuk është serioz. Sipas Manchester Evening News, shkalla e problemit do të kuptohet plotësisht përpara ndeshjes së radhës ndaj Evertonit më 24 nëntor pasi të përfundojnë testet shtesë. Sheshko u detyrua të largohej nga fusha në minutat e fundit të barazimit 2-2 ndaj Tottenhamit në ndeshjen e tij të 11 në Premier League që nga transferimi nga Leipzig të verë për 76.5 milion euro. Mungesa e tij është një goditje e rëndë për përfaqësuesen e Slovenisë, e cila shpreson të sigurojë një vend në play-off për Kupën e Botës 2026 në ndeshjet vendimtare të grupit ndaj Kosovës dhe Suedisë. Na duhet të bëjmë që të jemi një skuadër më e mirë, deklaroi trajneri i United Ruben Amorim pas ndeshjes me Tottenhamin. Ai ndjeu një problem në gjuhë, kështu që duhet të shohim se çfarë është saktësisht. Një dëmtim i rënd i Sheshkos do të ishte goditje e madhe për Amorim, i cili do të humbaste dy sulmues të tjerë, Amad Diallon dhe Bryan Mbeumo, për shkak të Kupës së Kombeve të Afrikës që zhvillohet nga 21 dhjetori deri më 18 janar. Turneu përkon me 6 ndeshje të Premier Ligës dhe raundin e 3 të FA Cup. Që nga transferimi i tij në ver, Benjamin Sheshko ka luajtur 12 ndeshje për Manchester United, duke shënuar 2 gola dhe duke dhënë një asist.